Sot ka ndodhur një çudi. Ilir Meta është vetë ofruar përmes avokatëve të tij të dëshmojë për 21 janarin. Zoti Meta, i cili ishte edhe casus belli i protestës për shkak të videopërgjimit të Dritan Priftit, ka bërë sot ofertën e beftë. Nuk dihet se çfarë di Ilir Meta për atë ngjarje para se ajo të ndodhte, por dihet se një vit më parë, në një dalje publike, ai akuzoi Lulzim Bashën se ishte në dieni dhe se kishte lëshuar jo vetëm një kërcënim publik, por se kishte firmosur dhe një letër që e ngarkonte me përgjegjësi penale për ngjarjet me cilësinë e ministrit të Brendshëm. Dëshmia e Metës mund të jetë edhe një manovër për t'i ofruar mbrojtje Sali Berishës, tashmë që hetimet për zinxhirin e komandës për vrasjet e asaj dite janë thelluar, por sigurisht është një shenjë e situatës serioze në cilën gjendet personat potencialisht përfshirë në këtë fazë hetimesh dhe ne e dim. Të fundit që janë thirrur në SPAK për këtë çështje janë pikërisht Sali Berisha dhe Lulzim Basha. Sidoqoftë, lajmi i dieshëm i aksionit antiterror në Orosh të Fusharzit ishte një tjetër lajm tronditës. 2 persona të superarmatosur kishin ngritur atje me smaleve një bazë të improvizuar, të pajisur shumë mirë ushtarakisht, por dhe me simbolet dhe flamuj të ISIS. 2 persona të rezistuan për shumë orë për t'u dorëzuar më pas edhe pastirjeve të familjarëve të tyre të afërt. Por sot, para hetuesve, ata janë shfaqur sërish sfidues, duke i quajtur ata njerëz të djallit, si dhe kanë refuzuar të flasin, duke thënë vetëm fjalët Allahu Akbar. Thona sigurisht në një konotacion që i përshtatej retorikave të tyre në rrjetet sociale. Por edhe më shqetësues është fakti se ata kishin histori dhune, kishin qenë në Siri dhe ishin kthyer prandej. Njëri prej tyre ishte oficer i ushtrisë, me sa duket i rekrutuar më herët në Afganistan. Por si ka mundësi që persona të tillë kishin qenë aktiv për një kohë të gjatë pa u hyrë gjem në këmbë? Ata, së paku pastimit nga Siria, duhet të nënshtroheshin një programi purifikimi apo kontrolli, siç është parashikuar edhe për të tjerët. A ishin ata në kontrollin e shërbimeve inteligjente dhe pse u ndalën pikërisht tani? Cili ishte plani i tyre? A kishin ata një projekt sulmonin? Dhe sa duhet të ndruhemi këtyre zhvillimeve të papritura, ndërkohë që vëmendja e opinionit është diku tjetër, te procesi i integrimit. Për këtë do të flasim sot. Sikle. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Restorën. Me mua sonte në program janë Gjergj Nikolla, avokat dhe ekspert siguri. Mirëmbrëma Gjergj. Mirëmbrëma. Nësi duke për të parë në program, gjithashtu për të parë në program është Faik Basha, ekspert siguri. Mirëmbrëma Faik. Mirëmbrëma. Mirë gjë. Nësi për mua Etleva Delia, autor e programit Gjërat tona këtu në AVC News. Mirëmbrëma Etleva. Mirëmbrëma. Dhe kolegu im të trashëgim së kohë. Mirëmbrëma Kim. Faleminderit që më mua sonte. Natyrisht do të flasim për këtë çështje, po fillimisht ndjekim pak një kronik të gazetarës tonë që flet pikërisht për zhvillimet më të fundit pas atij rrethimi disa orësh dje në një fshat të thellë të Fusharzit, në një zonë çuditërisht katolike, ku këta 2 personazhe kishin ngritur një bazë të improvizuar të ISIS. Sot ata janë përballur me gjykatën, por e kanë sfiduar sërish ata dhe hetuesin. Ndjekim kronikën. 2 personat e akuzuar për terrorizëm që u arrestuan në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, pas 12 orësh ngujim në një ndërtesë të braktisur, kanë refuzuar të flasin para grupit hetimor. Sipas burimeve, Julian Cumraku dhe Erzen Uka nuk kanë pranuar të flasin, duke shtuar se janë me të drejtën e tyre. Ju jeni shejtani, kështu mësohet të kenë thënë të arrestuarit. Pas arrestimit, në banesën ku fshiheshin, policia gjeti një flamur të ISIS në mur, çka konfirmon radikalizimin e tyre dhe lidhjet me grupe terroriste. Mbi ta rëndojnë veprat penale, si nxitje e thirrje publike për kryerjen e veprave terroriste, kundërshtimi i policisë, prodhimi i armëve luftarake dhe armbajtja pa leje. Për rreth 12 orë, ata bën rezistencë ndaj policisë duke kërcënuar me armë dhe jetën e forcave të Reneas. Pas thirrjes për t'u dorëzuar, nga brenda banesës është qelluar me armë zjarri në drejtim të forcave speciale, pas shumë orësh dhe me rënien e errësirës në pamundësi për t'u larguar nga rrethimi dhe pas negociatave me të afërmit e tyre, që luajtë një rol të rëndësishëm në finalizimin e operacionit, pa përdorur forcë, Cumraku dhe Uka u dorëzuan. Brenda në banesën e braktisur, policia ka ushtruar dhe një kontroll, ku u gjetën 5 armë, 4 automatik dhe një pistolet, një flamur i ISIS i vendosur në faqen e murit ndërmjet armëve të zjarrit, 17 granata dore, municion luftarak dhe 2 gozhoja. Cumraku dhe Uka ishin prej kohësh në vëzhgimin e antiterrorit. Erzen Uka është i njohur për policinë
dhe me një të shkuar të lidhur me ekstremizmin e dhunshëm. Në vitin 2019, Uka është arrestuar për përgatitjen e fëmijëve për të bashkuar me ISIS. Një vit më vonë, ai është dënuar me 3 vite burgim. Ndërsa personi tjetër që u arrestua pas ngjarjes së Oroshit, Julian Cumraku, 34 vjet, është nga Puka, i njohur për prirjet e tij radikale dhe i dënuar më parë për veprat penale, vjedhje dhe kanosja. Gjergja, ishte kjo një surprizë për ty? Për ne me thënë vërtetën, për mua, gazetar, modestisht me përvoj, me thënë vërtetën ishte surprizë. Me thënë të drejtën ishte një surprizë që ne nuk ishim desh më parë me këtë lloj rasti, me thënë drejtën. Në një zonë shumë të izoluar të veriut të vendit, të gjenden 2 persona me një arsenal të konsiderueshëm armësh dhe bombash, të cilët dhe persona të cilët kanë qenë të njohur më parë për ekstremizmin e tyre. Kjo është këmban alarmi për mua dhe për vetë shërbimet e sigurisë, nëse këto kanë qenë subjekti këtyre shërbimeve dhe kanë arritur të mos i kenë nën kontroll. Kjo është e pafalshme, domethënë në gjykimin tim është e pafalshme, aq më tepër që Erzen Uka ka pasur të kaluar goxha të pasur, domethënë të radikalizuar dhe njihej shumë mirë nga pasi ka qenë dhe vetë i dënuar, jo vetëm i dënuar, domethënë nuk e kanë pas vetëm me informacione nga shërbime inteligjente, por ka qenë dhe i dënuar posaçërisht për vepra që lidhen me ekstremizmin. Në këto kushte, këta persona normalisht detyrë parësore e shërbimeve që t'i mbajnë në mbikëqyrje dhe mos u shpëtojnë asnjëherë vëmendjes së autoriteteve. Tani në një moment caktuar dhe rastësisht sipas ka ndodhur ngjarja që njëri prej tyre ka ikë patrullës dhe i ka bërë përshtypje dhe është ndjekur, pastaj që i ka çuar te baza ku ndodheshin. Thuhet që njëri thuhet, po nuk e di sa e vërtetë është që njëri tyre ka pasur një plagë në këmbë. Po, dyshohet që mund të jetë plagë me armë zjarri, sipas raportimeve mund të jetë plagë me armë zjarri, nuk mendohet, nga sa kam unë informacion, nuk është qelluar nga forcat speciale RNA. Mund të jetë ndonjë vetë plagosje brenda ambientit në tentativë. Po, të dyshojnë për vetë plagosje. Po kanë pasur planet leva pra, ekziston një dyshim që ata kanë pasur një plan për të bërë diçka? Pas arrestimit të tyre, gjitha këto do analizohen dhe dyshimi kryesor është që mund të kenë pasur një plan të tillë për ndonjë sulm ose ndonjë veprim ekstrem, le të themi, por momenti i arrestimit të tyre ishte i rastësishëm, le të them, në momentin që ka ndodhur evidentimi i njërit prej tyre, pasi nuk ishte si ishte një operacion i dedikuar për arrestimin e tyre. Ka qenë një kontroll rutin, një patrullim që ka bërë vetë shefi komisariatit të Pukës. Në fakt, duhet thënë që shefi komisariatit të Pukës është i ardhur nga Renea, ka një përvojë të gjatë në Renea, dhe bën kontrollet vazhdueshme në zona të pyllëzuara dhe kryesisht të braktisura për të kontrolluar territorin. Një moment ai ka pikasur një person që në momentin që ka parë policin ka filluar të vrapoj. Pasi ka bërë thirrje që të ndaloj, duke prezantuar që ishte policia, ai ka thënë vetëm Allahu Ekber dhe ka filluar të vrapoj dhe në atë moment ka nisur dyshimet për një gjë të tillë që mund të ishte dhe është rrethuar edhe shtëpia. Më pas është arritur që të identifikohet pronari i shtëpisë, që ishte një banese braktisur në fakt prej vitesh. Pronari i saj jeton në Tiranë bashkë me familjen. Pjetër Cumraku, që në fakt i ka ardhur në ndihmë edhe policisë për identifikimin e tij. Është i afërm, pasi kanë dhënë një telefon të policisë për të komunikuar me të dhe aty është bërë dhe prezantimi dhe identifikimi i njërit prej tyre, i këtij Julian Cumrakut. Në momentin që është mësuar emri i tij, janë bërë verifikimet dhe rezultonte që ishte subjekt. Në fakt edhe ky ka qenë person që po mbahej në vëzhgim nga antiterrori, por siç duket vëzhgimi pas ka rezultuar i pasuksesshëm, pra shko se ata kishin ngritur një bazë, sepse ajo banesa nga kontrollet që janë bërë, ishte e përshtatur, kishte edhe tunel poshtë, kishte edhe një kat të dytë, ta kishin kohë që jetonin aty. Në këto formë dhe kishin vendosur edhe një bazë. Po si ka parë njëri apo ka që izoluar si zonë? Ajo zonë është në fakt një zonë që nuk ka një rrugë të asfaltuar që të çon një fshat më larg, por që pjesa për të arritur tek fshati ku u krye arrestimi këtyre është e pyllëzuar, ka banesa më shumica atyre janë braktisura, pasi banorët janë larguar nga ande, mund të kenë 10 shtëpi me numrim që mund të jenë të banuara, dhe siç duket nuk ju ka rënë sy, pavarësisht se disa dëshmitarë thonë që aty kanë parë edhe një grua që hynte dhe dilte dhe se duket trashëgim si histori me diversant. Në fakt duket si histori me diversant dhe po të shikojmë mënyrën e reagimit ose momentet e para se si kanë reaguar me policinë, flet shumë për karakterin e dy personave, po në veçanti për Hamza Ukën.
një ish ushtarak që nuk e pranon asnjëherë autoritetin e shtetit, autoritetin e ligjit. Në vitin 2019 ka kërcënuar në sallën e gjyqit prokurorin, gjyqtarët që e kanë dënuar me 3 vjet burg, ka vojtur dënimin, ka qëndruar në burg rreth 2 vite e gjysmë dhe është liruar. Madje në dokumentat gjyqësore shënohet aty që pavarësisht se e ka bërë dënimin dhe i është nënshtruar procesit, riedukimi i tij ka qenë në nivelin 0 dhe këtu pastaj është në fakt jo vetëm problemi antiterrorit dhe i policisë, po dhe i institucioneve të tjera, të cilat kanë, si thuaç, në dorë një element të tillë problematik, e burgosin, e izolojnë, del prapë në liri dhe rikthehet me këtë lloj aktiviteti. Sepse po të shikojmë për shembull, reagimi i tij dje në momentet e para të përballjes me policinë nuk është një reagim dinak apo i zgjuar, ai thjesht i ka tërhequr vëmendjen duke ikur, duke treguar që ky është pra Uka ka qenë personi që i ka rënë sy policisë. Dhe pastaj ka filluar e gjithë historia që dihet. Po të shikojmë, arsenali i armëve që kanë me përjashtim të granatave janë kryesisht armatime personale që këta i mbajnë, po të shikosh edhe mënyrën se si kanë varur, për shembull ky muri i dhomës ngjan me ato skenat e ISIS-it. Edhe flamuri që kanë në mur, nëse përkthehet nga arabishtja, aty ka shprehje fetare të cilat i përdorin besimtarët e zakonshëm. Është flamuri i Shtetit Islamik. Vetëm se është i firmosur, pra rreshti i fundit, ai rreshti me gërma të bardha shkruan Shteti Islamik dhe prania e një flamuri të tillë dhe publikimi i imazheve të tilla. Se këto dhe i kanë publikuar ndërkohë në rrjetet sociale. Po edhe video që nxori policia dhe policia s'mund ta fshej, po vetë ekzistenca e një realiteti të tillë flet shumë keq për neve në precedentin që ofron si ngjarje dhe në imazhin që krijohet, sepse prania e elementeve të tillë është një element negativ. Ajo që është për t'u habitur është fakti që këta kishin të paktën 2 muaj e gjys, rreth 3 muaj që qëndronin aty. Në fakt, këto banesat e braktisura janë kthyer në problem, sidomos në këto zonat e thella për policinë, edhe për kultivim kanabisi, edhe për depo ku depozitohen armë, edhe për laborator droge, i kemi parë në Shkodër, i kemi parë në... Megjithatë kjo është një histori tjetër, ëh? Kjo është një histori tjetër. Si kjo nuk është histori policie, agjendësh kriminal. Por profili... Tu flasim për antiterror, flasim për shërbime inteligjente, nëse i kemi. Profili të 2 personave është problematik dhe theksoj prap, Hamza Uka është i dokumentuar nëpër dosje, tu kam dosjen e vitit 2019, ku shpjegohet qartësisht që është një person që frekuenton xhamin e Unazës së Re në Tiranë, ku kemi pasur jo më larg se imamin të akuzuar zyrtarisht për rekrutim të luftëtarëve në Siri. Dhe është një person ish komando ushtarak, i kthyer nga Iraku, i cili ka shkuar privatisht në Siri, ku mendohet që ka ofruar mbështetje logjistike dhe stërvitje ose përgatitje. Po kur është kthyer? Është kthyer prap privatisht në Shqipëri dhe është një element problematik, pavarësisht se në pamje të parë duket si një person që nuk ka një CV edhe një profil të rrezikshëm, le të themi, është një element problematik. Për shembull, nëpër rreshta po lexoja që edhe herën e parë mbante një flamur të tillë dhe policia shqiptare në momentin që ka dashur ta interpretojë si provë në gjykat, i ka kërkuar Interpolit një shpjegim dhe i ka thënë që çfarë përfaqëson kjo logo që mbante ky person. Dhe Interpoli ka kërkuar në të gjitha databazat e veta dhe nuk ka arritur që të gjejë një përshkrim zyrtar se çfarë është kjo. Por në një prej dosjeve përshkruhej që ishte simboli i Shtetit Islamik që ishte sekuestruar një të arrestuari nga të parëve të arrestuar për Shtetin Islamik në Irak. Pra është një person që pa diskutim ka dhe lidhje dhe kontakte ndërkombëtare, sepse aktiviteti dhe backgroundi i tij e tregon, ka qenë si ushtarak në Irak, është kthyer në Shqipëri, ka publikuar video ku stërvit fëmijë me armë gjysmë lodër dhe ka shkuar në Siri, është kthyer prapë në Shqipëri, ka hyrë në burg, ka dalë nga burgu, ka vazhduar propagandën. Është theksuar që e ka vazhduar propagandën edhe brenda në burg. Pra ka evidenca gjyqësore që tregojnë që ka vazhduar aktivitetin e tij edhe në burg, refuzimi total ndaj rregullave dhe ndaj ligjeve, duke thënë që nuk e njoh ligjin, duke thënë që nuk e njoh policinë, nuk e njoh Republikën, nuk e njoh ligjin, kodin penal,
i gjykohem nga ligje dhe nga... Referohet kodit Sharis. Vetëm kësaj. Dhe të gjitha këto tregojnë që operacioni i djeshëm ose është një mangësi e antiterrorit që nuk ka arritur që të kuptoj realisht potencialin dhe çfarë ndodh aty brenda, ose është një operacion në vazhdim i antiterrorit që është prishur nga kjo rastësi. Okej, se pra që policia e ka prishur pa djenin, faj këtu dale pasat e pyetja, sa e vështirë është që të marrësh në vëzhgim element të tillë, pasi le të themi pavarësisht zonave të tjera malore, Shqipëria është një vend i vogël. Le të themi shërbimet partnere kur vjen puna tek temat e grupet e dyshuara, terroriste apo me lidhje ekstremiste etj. Sigurisht janë shumë të informuar se shërbimet tona dhe temi i brifojnë ato her pas here. Pra po si ka mundësi që këta persona kanë operuar deri tani dhe sa e vështirë është në fakt që të ruash këtë persona. Shikoj, edhe për të qartësuar një dy gjëra të vogla që në radhë parë nuk ka qenë oficer, se ka të bëjë shumë. Sepse nëse do kishim një oficer të strukturave, qoftë ushtarake apo të policisë, do ishte një problem shumë serioz. Ka qenë një ushtarak fillestar. Ka qenë fillestar nga niveli më i ulët, pra që fillon në hierarkinë ushtarake, ka kryer një mision, nuk është rekrutuar gjatë procesit që ka qenë në mision ushtarak, sepse vetë disiplina... Po mund të jetë indoktrinuar ndoshta. Mund të ketë për shkak të stërvitjeve dhe informacioneve që disponojnë, mund të ketë mbledhur informacion rreth aktivitetit të grupeve terroriste, por jo që arrin të krijojë kontakte apo mundësi dhe të rekrutohet në një proces misioni ushtarak. Është jashtëzakonisht vështirë për shkak të shumë elementeve mbrojtës që ka kjo. Pra, është e sqaruar ky moment. Pra, nuk është rekrutuar gjatë kohës që ishte me mision në Irak. U tha në një fjalë. Jo, është e sqaruar dhe e sqarova ndoshta nuk e keni kuptuar. Pra, ky ka qenë si komando në Irak, jo si oficer i lartë, thjesht si komando, efektiv komando. Quaj si të duash, ushtar profesionist. Është kthyer në Shqipëri dhe pasi është kthyer në Shqipëri, ka filluar të rekrutojë xhamin e Unazës. Pasi ka frekuentoi xhamin e Unazës madhe ku bëheshin ligjërata dhe ku besimtarët që kishin këto lloj prirjesh kanalizoheshin, kishte një dhomë vete atje që u bëheshin leksione të tjera dhe përgatiteshin për të çuar në Siri. Kjo është, nuk është rekrutuar gjatë kohës që ishte ushtar. Duhet thënë që nga ana e shërbimeve tona inteligjente është bërë një punë e jashtëzakonshme, mund ta them me binje plot edhe në raport me vendet në Ballkan, përfshirë të gjithë vendet që kanë pasur një problem të theksuar me persona të cilët janë rekrutuar nga organizata terroriste dhe ju kanë shërbyer atyra qoftë me trajnim, qoftë me personel, por qoftë dhe duke shkuar edhe vetë në luftë në këto vende ku grupe terroriste kanë qenë shumë të fuqishme, apo dhe i kanë përdorur vendet, qoftë vendet e Ballkanit, siç është edhe Shqipëria dhe Maqedonia, Kosova dhe vendet të tjera, Bosnia etj., për të përfituar me burime njerëzore. Shqipëria ka patur një luftë të fortë, ka patur një shkëmbim informacioni dhe një goditje të këtyre elementeve të cilët kanë qenë të lidhur me grupet terroriste dhe ka patur, kemi prova, arrestime dhe pothuajse ka patur një ndërprerje të plotë. Ky rasti që ne po diskutojmë, unë jam i bindur që është një rast kredi izoluar. Është kredi izoluar. Pa tjetër që duhet të hetohet me gjithë eksperiencën e nevojshme të strukturave brenda dhe jashtë vendit për të parë të gjithë dinamikën që ka hyrë në ambientet e institucioneve të vujtjes dënimit, të gjithë komunikimet që ka patur me stafin, të gjithë refuzimet dhe çfarë ka paraqitur, se ndoshta brenda atyre institucioneve ka patur dhe lirshmëri në komunikim sepse duke ditur që dënimi i formës prerë është dhënë dhe nuk mund të rëndohet ndoshta pjesa e dënimit të tij. Pastaj aktiviteti i jashtëm, unë gjatë ditës edhe në për këto intervista që kanë dhënë dhe banorë kanë thënë që ka dhe persona tjerë të cilët kanë hyrë dhe kanë dalë përveç një vajze që u tha këtu që mund të ketë hyrë dhe ndalë, është thënë nga banorët zonës që ka pas dhe persona tjerë. Nëse do rezultoj e saktë kjo, pastaj duhet një përqendrim i fortë për të parë kush janë grupet që e mbështesin. Po ta analizojmë nga ana e
apartamenti, shtëpisë apo vendit ku e kishin organizuar qendresën. Kuptohet që është një vend i cili është malor, banesa është e fortifikuar për shkak të llojit të ndërtimit që është atje dhe nuk ka asnjë lloj punimi që është bërë të paktën deri me atë informacion që kam unë, nuk ka punime ekstra, as tunele dhe as përfundësime të godinës për të përballuar sulme, por është thjesht godinë ndërtuar për shkaqe natyrore që zona e thellë malore dhe çështjet e erozionit dhe për mbrojtjen e jetesës të atyre familjarëve të cilët e kanë patur më parë në dispozicion të apartament. Pra nuk është modifikuar më pas. Nuk është punuar, se do ishte problem më vete pastaj nëse kanë arritur dhe të punojnë, të havin tunele dhe të krijojnë fortifikime. Jo, i ka pas, kanë qenë ekzistuese. Po pra, janë ekzistuese, thjesht ta kanë përdorur dhe ja kanë marrë familjarë. Armatimi i cili është në përdorim, sepse këtu fillon analiza, do fillon analizojmë, kemi të bëjmë me një rast izoluar apo kemi të bëjmë me një shfaqje të rrezikshme e cila do ndryshë alarmin se terrorizmi dhe krimi organizuar janë luftra me të cilën përballet globi sot. Nuk janë këto luftrat tradicionale. Këto janë dy luftrat më të rrezikshme. Konvencionale, luftrat të rrezikshme. Jo, lufta më e rrezikshme që përballet globi sot është krimi organizuar i cili është fuqizuar në ekstremin e tij, domethënë ka pajisje dhe teknologji të barabarta me strukturat e fuqishme globale dhe ekstremizmi i dhunshëm dhe grupet terroriste. Lidhja ne dim që edhe temi të paktën shërbimet e huaja kryesisht ata partnerë amerikanë britanike i ndruan faktit që krimi organizuar mund shërbej si lubrifikant për... Prandaj duhet them që këto nuk janë të lidhur sepse komunikimi, vendodhja dhe armatimi është armatimi 97-ës, pra duket është 100% armatimi i cili ka ndalë nga depet e 97-ës. Edhe bombat vjetra. Pra nuk bombat janë të vjetra, të ndryshkura. Edhe pistoleta duket pak më e re. Edhe pistoleta nuk është e re, jo, nuk është e re, është e prodhime të prandaj ka bërë edhe të pavullnetshme. Po pra, pastaj plagosja mund të ketë ardhur edhe si pasojë e rikishetit që ka bërë se ato janë përgjigjur ose kanë sulmuar forcat e policisë, por duke qenë që ambienti i banesës është i fortifikuar dhe është me materiale të forta, mund të pësuar rikishet dhe mund të jetë vetë plagosur në këtë mënyrë dhe nuk ka, dhe prandaj dhe policia ka komunikuar, ka thënë që ne nuk kemi bërë qitje të drejta atyre. A është e vështirë tani për t'i ndjekur këtë? Kjo është pyetja $1 milion. Jo, për shembull, se unë kam bërë disa emisione për të kthyerit nga Siria. Me sa di unë ngritë një institucion ku të paktën për civilët do merreshin, kaloshin një periudhë përshtatje që quhet apo purifikimi, ripastrimi etj nga brainwashing që është bërë atje pra fëmijëve dhe grave, po besoj dhe këtyre meshkujve që kanë shkuar. I ka Shqipëria kapacitetet. Ta them me siguri. I ka kapacitetet. Unë që në 2019-ën do ta mbyll, që në 2019-ën në komunikimin që kam patur edhe me partnerët është thënë që Shqipëria ka bërë një luftë të fortë, të qëndrueshme dhe tepër serioze në identifikimin dhe në parandalimin e zgjerimit të këtij fenomeni i cili në 2019, që në 2013, 14, 15 ka qenë një fenomen tepër i rrezikshëm për gjithë Ballkanin, jo vetëm Shqipërinë. Shqipëria e ka tejkaluar këtë rrezik dhe absolutisht që mbetjet mund të kenë ngelur, personat të cilët nuk janë rehabilituar plotësisht mund të kenë ngelur dhe kur kemi kaluar atë krizë të fortë globale që ka qenë rrezik global, unë nuk e quaj fare të vështirë që institucionet tona me një ndihmë të jashtëzakonshme, po ta them që ka pas një ndihmë të jashtëzakonshme nga partnerët sepse e kanë parësore, madje unë që kur kam qenë student ushtarak, gjithë filozofia e luftës kaloi nga lufta konvencionale në luftën kundër terrorizmit, sepse ishte rreziku më i madh që paraqiten atë kohë. Dhe për këtë arsye ka qenë mbështetje, ka patur asistencë, bashkëpunim dhe është luftuar në gjitha elementet dhe gjitha piket e rrezikshme që mund të çonte në një ripërtëritje. Jo, unë duhet të shtoja këtë fakt sepse këta lloj personazh, këta kryesisht të kthyer nga Syria, jo të gjithë janë rehabilituar apo janë kthyer jetës normale. Ky problem të gjitha vendet perëndimore, për gjithë këta persona të cilët kanë qenë në luftë në Siri, i kanë problemin numër 1. Po të shikosh madje në terminologjinë quhen dhe uqërit e vetmuar,
të cilët siç edhe u dukshin në këta të dy, të cilët ndërmarrin veprime edhe në shumë ose shpresojmë që të jenë ashtu. Shumë vende europiane ti shikosh në akte terroriste, jo duke shtypur turmat me makina, pra shumë elemente të tillë kanë rezultuar persona të cilët kanë qenë më parë në Siri. Pra nuk janë deradikalizuar, po vazhdojnë me të njëjtën filozofi aty ku besojnë në ideologjinë e tyre. Dhe në këtë rast mund të jemi para këtij rasti, se dhe Drazhimi e tha shumë mirë që dhe gjykata dhe burgjet në raportin e tyre përfundim me Erzeni tha dënimi i këtij personi nuk ja ka arrit qëllimin, pse në fund të fundit dënimi është që personi të rehabilitohet. Po ajo që më bëri mua përshtypje është fakti që këta persona që janë, le të themi, kaq të radikalizuar, siç edhe këta u shfaqën, mua më bëri përshtypje si ka mundësi që u dorëzuan. Pra zakonisht personazhe të tilla, personazhe të tilla, mua pastaj kur më erdhi lajmi që ata u dorëzuan, ngrita i çik supe, se zakonisht këta persona që e misa që plagosja dhe ndoni, po e nëzore shumë mirë. Ai është plagosur pa dashje, imagjino të kishte marrë një akt të fortë ai ndaj vetes, apo sepse personat që janë super të radikalizuar dhe janë të vendosur, ata nuk dorëzohen. Edhe gjithmonë kur janë kapur në befasi dhe nga operacione sekrete. Jo ti mbash të rrethuar 12 orë dhe për 12 orë ato u dorëzuan se u mbaroi buka. Se kishin urise, për ndryshe ndoshta do kishin rezistuar dhe atë natë dhe pastaj nuk e dim se do përfundohen. Po jo se do kishin një rrezik. Sepse unë thash kur ran nata, kur ran mbrëmje, thash, tani ndoshta do ketë një lëvizje për shkak të temi forcat operacionale ndërhyjnë atë mreku, sepse kanë mjetet me infrakuqe të tjera. Janë përdorur gjitha mjetet, edhe për të parë se çfarë lloj armatime shkan, edhe për të parë se lëvizjet. Po edhe në moment do ngrihen duar lartë dorëzohen, dhe kjo duket pastaj kjo tregon që ata nuk ishin kaq të rrezikshëm. Edhe diçka duhet ta dim. ISIS dhe të gjitha organizatat terroriste edhe në linjën e mesme kanë rënë fuqia e tyre. Ka rënë fuqia ekonomike, ka rënë fuqia e burimeve njerëzore, ka rënë fuqia e indoktrinimit të përgjithshëm të shoqërisë. Pra nuk është më ai ISIS dhe ato Al-Qaeda apo grupe të tjera terroriste, ato që sigurisht kemi të zhvillime edhe në vetë linjën e mesme, Siria tashmë është një proces deradikalizimi, kështu që terrorizmi tani zhvendosur në Afrikë. Po këto janë mbetje, të cilat nuk kanë arritur gjejnë linjën. Janë mbetje, vetëm ka një problem. Ky rasti konkret sigurisht ta u dorëzuan, por këta lone wolves janë, pra ujqet e vetmuar, janë më të rrezikshme, se janë të paparashikueshëm. Janë nuk dhe të pakontrollueshëm, sepse nuk bashkëpunojnë dhe nuk ndërveprojnë me të tjerë. Veprojnë vetëm. Dhe shumë e vështirë dhe për shërbimet dhe për policinë për t'i ndjekur, sepse këta kanë qenë rrjete sociale, kanë qenë të ekspozuar. Kanë qenë të vetë ekspozuar. Më shumë rrjetet sociale kanë përbërë për propagandë fetare dhe ka një element interesant pikërisht te kjo, se unë prirem ta shikoj ndryshe. Mua më krijon përshtypjen edhe akti që bën, edhe vetë dorëzimi që bën, është një përjashtim nga rregulli. Pra ne prisnim që këta bënë një rezistencë. Dhe pse e them këta? E them këtë sepse po ta vendosim ngjarje në kontekstin e operacioneve që ka bërë Enea vazhdimisht dhe të një lloj prestigji, le të themi, që ka Enea në Shqipëri. Fati është i qartë. Pra nëse ata do të vendosin që një konfrontim, ne madje diskutuam edhe dje në redaksi që gjatë orëve të natës do kishim zhvillime dhe është e pritshme, sepse çfarë bën Enea? Enea është një repartelit i cili fillimisht negocion. Pra të ofron mundësi negocion. Madje ka negociator, ka një skuadër negociatorësh, janë 4 persona, oficer të lartë me eksperiencë, të cilët bëjnë edhe pjesën psikologjike, se nuk është mirë tani që ti luftë psikologjike. Dhe madje i premtojnë që do ketë edhe lehtësira ligjore nëse i premtojnë lehtësira ligjore nëse dorëzohet edhe çdo gjë tjetër. Në rastin konkret, përveç kësaj që është bërë, kishim edhe pra nuk kishte para një qasje të dhunshme nga policia fillimisht. E dyta, është bërë një negociat me praninë e familjarëve, me vllajën dhe me motrën e njëri. Janë metoda që përdoren ne gjithmonë pas dështimit të negociatave. Tani, po zakonisht në raste të tilla, këto nuk funksionojnë. Tani, pikërisht, por iku e para, rrethimi 12 orësh, ata kishin disa rezerva ushqimi aty brenda, me thënë të drejtën, kishin makarona, kishin croissant, kishte edhe fruta. Ishte një ambient ku duke që nuk ishte banuar vetëm nga 2 persona.
Kjo është më se e qartë, besoj Dhe kjo është më shqetësuese. ekspertiza do ta tregojë. Qofse pa u identifikuar. Bie që ka qenë çerte. Por momenti i dorëzimit unë nuk e shikoj kaq thjesht. Unë e shikoj që është një diçka që duhet të verifikohet. Dhe Trajtoni ka diçka pas operacionit. jo, është le të themi një zgjuarsi e tyre, sepse ne nuk kemi parë sot në polici në përballjen me oficerët gjyqësorë. Në polici nuk kemi parë le të themi një vetdorëzim të tyre. Pra ata sot kanë ngritur kokën prap, ju jeni djaj, nuk e pranojmë dhe këtë histori. Ata thjesht kanë shpëtuar jetën e tyre dje, sepse po të vazhdonte gjatë natës, policia do të bënte atë lodhjen mendore, lodhjen nervore, do luante me nerva, do të shfrytëzonte një moment për gjumje, lodhje apo shpërqendrimi. Këtu atëherë më lind mua një pyetje tjetër. Me sa këta kanë bërë, me ato që kanë ndodhur dje, nëse ata nuk kanë shtonë ndaj policisë, nuk e di tani nëse kanë shtonë. Nëse kanë shtonë, sigurisht pozita e tyre penale rëndohet. Por nëse ata, me kaq sa ata ne dim që ata kanë bërë, çfarë rrezikojnë ata? Shiko, nuk Se këtu është pastaj dalit ajo pjesa që fakti që ata e ndorzuar tregon që mund të jetë edhe një lëvizje dinake e tyre dhe zgjuar të qoke. Çka kemi bërë ne? Na ka rrethuar para mbartja pa le. Okej. Erdhe te ideja ime, sepse kjo mund të jetë një tregje strategjike e tyre, nuk kanë, duke qenë që nuk kanë mbush misionin apo qëllimin për cilin ata kanë vajtë atje. Edhe penalisht nuk dënohet. Dhe penalisht maksimumi deri në 7 vjet, sepse mbajtja e armëve në sasira të mëdha e ka 50 në 7 kodi penal. Mund atë se ndaj policisë nuk ka raportime të kënë qelluar që të kemi vrasje beton tentativ ndaj personave. Nuk kanë shtonë ndaj policisë. Kanë kanose sepse ka kërcënuar disa. Kështu që vepra jemi tek ka që është gjujtur brenda banesës. Është shëlluar, shiko, unë fola me një drejtim nuk e dim. Duke qenë që është shëlluar në ajër dhe nuk është kërcënuar. Ngelemi te kanose aty. Do me nuk kemi të vrasje me edhe gjatë kohës që bëheshin negociata nga negociatorëve të RENEA-s është psikologjisur disi secili prej tyre dhe në fakt ata thanë që ishim të bindur që nuk do reagonin atë formë, se arritëm t'i kuptonim se nuk ishin si qëllim që qëllonin policinë. Edhe momenti plagosjes. Si është ata janë kapur, janë zbuluar pa dashje. Janë të paprigatitur. Edhe momenti shkrepjes së armës ata kanë qenë të ulur te Oxhaku sepse aty janë gjetur edhe 2 shenjat të pistoletës dhe arma dyshohet ke qenë pistoleta që është shkrepur dhe shkaktuar dhe plagosja në këmbë e njërit prej tyre, pasi është shkaktuar nga një kalibër i vogël, pra jo nga armët e policisë dhe 6.35, jo, kalibër i vogël. As nga armët që ata të tjera që Bombën e ka në kofshën e djathtë, është tipike plagosje, vetë plagosje. Dhe ishte thjesht kanë kërkuar që t'ju sigurohej jeta, do me thënë duam dikë që t'na marri dhe t'jemi në besën e tij, që të mos rrezikohemi dhe ne do bindemi. Nëse se futet dhe drejta zakonore aty do me duar besën edhe. Vetëm fajik është tipike e sjelleve temi të ISIS, ku kanë me aq temi informacione ISIS ndryshimi nga Al-Qaeda është të Al-Qaeda temi ata të Al-Qaedës shkonin edhe drejt vetë flijimit. Ndërkohë ushtarët e ISIS-it kanë qenë pak më racional në aktivitetet e tyre. Ndaj humbjeve të tyre ka qenë më racional, por aktivitetin terroriste kanë pasur të fuqishëm. Në raport me vetë sakrifikimin kanë pasur një tjetër pozicion apo. Këto janë munduar të zbatojnë gjitha një për një rregullat, po edhe kaq kanë ditur. Kaq kanë ditë, kaq kanë bë. Prandaj them që këto janë mbetje, sepse në radh parë baza mu do më shqetësonte shumë po t'ishte në qendër të banuara, po t'ishte në Tiranë, po t'ishte në një qytet i cili mund të krijonte hapësira dhe mundësi për të përfshirë shumë njerëz të tjerë, për të patur shumë për rekrutime të reja dhe kjo do ishte shqetësuese edhe për shkak të mos funksionimit të institucioneve. Unë nuk besoj dhe nuk dua ta besoj që e gjithë zbulimi i tyre është bërë rastësore. Pra, ju mendoni që ka patur një aksion paralel të antiterrorit, por që janë kryqëzuar rrogët me policinë pa dashje? Për shkak se atij territorit atje, për shkak se ka patur disa tentativa për shtëpia Bari që janë duke u ringjallë ose duke u futur në territore malore dhe në apartamente të pa banuara, mund të ketë qenë një kontroll rutini i policisë dhe mund të ketë prishur deri diku edhe aksione, sepse policia është shprehur që ka qenë në ndjekje, ka pasur informacione dhe ka qenë duke e ndjekur këtë lloj aktiviteti që po kryenin këto dy
persona. Por ndoshta nuk kanë dyshuar që lidhet me një... Por pse do priste kaq gjatë policia që të identifikonte njërin prej tyre të paktën, në rast se do ishte një operacion i tillë paralel. Pas informacion para prak policia kush persona ishin. Është folur dje për 4 orë, është folur për 2 persona pa emër. Pas 4 orë është marrë vesh emri Julian. Ndryshe nga ngjarjet kriminale të tjera, kur bëhet fjalë për çështje terrorizmi, informacionet janë më të cunguara, më të klasifikuara. Policia me një tjetër. Vetëm pa i ka problem, nëse kujtohet kur ndodhi 2 shtatori, 11 shtatori 2001-shit, Muhamet Ata kishte qenë identifikuar, ndjekur përpara. Edhe kur kishte filluar të merrte në Florida, mësimet e pilotimit dhe fluturimit. Po, mas 11 shtatorit dhe kishin patur dyshime edhe për vizën, pastaj ja kishin dhënë vizën. Pra le të themi mos koordinimi midis agjencive të sigurisë ishte pjesë edhe asaj që ndodhi në Amerikë para 25 vjetësh. Po është interesant, qasja ndaj terrorizmit ka ndryshuar jashtëzakonisht. Nëse flitet që këtu nuk ka pasur komunikim për 4 orë, është interesant fakti që dje emri i parë që ka dalë nuk ka qenë emri i Ukos, i Erzen Ukos. Që ai ishte kryesori. Që ai ishte kryesori, po ka dalë emri tjetër. Po ne nuk dimë jo në media. Ai kishte lidhje me personin që ishte e pronësuar. Tani edhe një diçka tjetër që unë besoj që do të shikohet me sepse është shumë patriotike ta thjeshtojmë këtë ngjarje edhe të themi që disa armë të ndryshkura dhe një person i izoluar atje. Por në vitin 2019, ky person ka pasur, mes provave që janë sekuestruar, ka pasur edhe një telefon me një kartë telefonike të Republikës së Omanit, pra me një numër të Omanit, që mendohet që e ka përdorur për të mbajtur kontakte me jashtë, dhe ekspertiza që është bërë telefonit ka konstatuar që ishte fshirë e gjithë përmbajtja dhe ekspertiza nuk e ka rikuperuar dot. Pra është me akt ekspertimi kjo gjë. Pra nuk është një person kaq i thjesht dhe unë kam përshtypjen që kësaj radhe duhet të punohet me këtë rast për të parë komunikimet dhe për të parë situatën. Komunikimet e celularëve. Lajmi mirë është që më në fund policia është kujtuar edhe për këto zona, sepse duhet ta pranojmë faktin që është një ngjarje pozitive, konstatimi përballja me policinë dhe kapja e tyre. Mund të jetë edhe rastësore. Po fakti që policia ka reaguar. Unë jam dakord me atë që tha avokati që në fakt antiterrori ka bërë një punë të mirë këto vite me këto grupe dhe me këto individ, sepse këta ka një diçka. Këta veprojnë edhe lokalisht, ose le të themi qëndrojnë atë mesataren e tyre lokale, duke u ekspozuar me armë, duke bërë një aktivitet të tillë, por nuk janë të rrezikshëm dhe mbahen si thua në kontroll dhe edhe nuk ngacmohen nga policia për sa kohë që nuk paraqesin rrezik, nuk kanë plane, nuk kanë synime që të cënojnë rendin dhe sigurinë. Në rastin konkret ne nuk e dim dhe nuk kemi si ta dim sepse nëse antiterrori ka pasur një informacion për ta, me siguri është sekret. Edhe që apo jo vetë që pas ka dhe njerëz tjerë që janë futur në po ka pasur dhe persona të tjerë. Paktën kështu kanë dëshmuar dhe kanë parë persona të hyjnë dhe të dalin. Por kjo si zonë, duhet ta them, kjo si zonë është në informacionet antiterrorit si një nga zonat që mendohet se shfrytëzohet për këto lloj veprime, sepse po çuditë se si zonë është katolike, është dhe pikërisht për një përbërje të tillë me besim katolik, po. Për praninë e mangët ose praninë e vogël të strukturave të policisë aty, për mos vëmendjen që ka në zonë, është maskimi më i mirë. Në rastin e ish komandos që është bashkë me personin tjetër aty, besoj se është shumë e nevojshme që të shikohen kontaktet e tij dhe të shikohet le të themi aktiviteti që ka pasur, sepse e thash, është një person që ka pasur probleme me policinë dhe me ligjin në vazhdimsi. Okej, duhet shkojmë publicitet deri kthehemi pak, besoj që e konsumuam këto, por të flasim pak në përgjithësi në minutat që na mbeten. Në momentin kur Shqipëria është një moment themi historik saj, ndoshta në 2 shekujt e fundit, kur jemi në prag një integrimit evropian, një vend aktiv në aleancën e NATO, sa jemi ne të rrezikuar që akte tilla të cënojnë imazhin e Shqipërisë dhe potencialisht të dëmtojnë rrugën e saj. Dhe për këtë ju kujtoj, jo rastisht, ato që ndodhi në Gërdec në mars të vitit 2008, vetëm 3 javë para se të merrsim ftesën për të futur në NATO. Rikthehemi pas pak.